Në Vlorë u përmbyllën zgjedhjet për Bashkinë, por një tjetër institucion tepër i rëndësishëm do të nisë proces zgjedhor në vijim. Bëhet fjalë për Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Më datën 13 nëntor do të votohet për dekanin e Fakultetit Ekonomik, pas dorëheqjes së Zamira Sinajt, e cila u zgjodh më 11 maj deputete në Kuvendin e Shqipërisë. Evelina Bazini ish kandidate për rektore në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali dhe Florian Miti janë dy kandidatët zyrtar që synojnë të marrin drejtimin e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, një prej fakulteteve më të rëndësishëm të këtij institucioni të arsimit të lartë. Po ashtu votohet në këto zgjedhje edhe në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore për Departamentin e Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare. Por në fakt, për përgjegjës të këtij departamenti, në garë është vetëm një kandidat, Diana Ilia, ndërsa më 12 dhjetor votohet për Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në Fakultetin e Shkencave Humane. Jo vetëm në Bashkinë e Vlorës, por edhe në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali do të zhvillohen zgjedhjet. Më 13 nëntor pritet të mbahen zgjedhjet për dekanin e ri të Fakultetit Ekonomik mes dy kandidatëve, Florian Miti dhe Evelina Bazini, ndërsa në datë 12 dhjetor do të mbahen zgjedhjet në Fakultetin e Gjuhës Shqipe. Vlen të theksohet se veç Fakultetit Ekonomisë në 13 nëntor do të mbahen zgjedhjet edhe pranë Fakultetit të Shkencave Teknike për përgjegjësin e Departamentit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare. Në këtë kuadër, Universiteti i Vlorës Ismail Qemali vendosi të miratoj hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për drejtues të njësisë bazë në Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në Fakultetin e Shkencave Humane. Komisioni zgjedhor i Fakultetit të Shkencave Humane miratoi periudhën kohore të regjistrimit të kandidatëve prej datës 10 nëntor deri më datën 14 nëntor, nga ora 8 në orën 16. Sipas njoftimit zyrtar, kandidati duhet të paraqitet personalisht pranë zyrës së Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Shkencave Humane për të depozituar dokumentacionin për kandidim. Pas regjistrimit, kandidati do të pajiset edhe me vërtetimin e regjistrimit. Vendimi, sipas komisionit, publikohet në gjitha mjediset e Fakultetit të Shkencave Humane, si dhe në faqen zyrtare elektronike të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali.